والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Fillim të falenderojmë Allah subhanahu wa taala. Salat dhe selamat tona sinqerte ja dërgojmë me njeri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe besimtarëve të cilën ndjekin me sinqeritet rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Prandaj selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takojmë përsëri pyetje për gjeshme nga Facebooku. Kërkojmë nga Allah azza wa jalla që Allah na bën prej njerëzve të mirë dhe të devotshëm të përfitojmë nga ky mision. Fillojmë me pyetjen e parë, pse agjerojnë muslimanët? Pse agjerojnë muslimanët? Pyetje shumë e shkurtër dhe me kuptim ka të gjatë. Muslimanët agjerojnë sepse Allah i ka urdhëruar. Dhe urdhri i Allahut azza wa jalla është: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kushdo që të prezanton për ju muslimanëve anket muaj të bekuar, le të agjerojnë. Dhe ne agjerojmë duke respektuar urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë muslimanët agjerojnë pse Allahu ka kërkuar nga neve që të heqim dorë nga ushqimi, pija dhe hipshet prej mësakut deri në iftar. Si agjerohet në Islam? Si agjerohet në Islam është pyetja në cilën veç u përgjigjëm edhe pak më herët. Agjerimi në Islam është të heqim dorë nga pija, ushqimi dhe marrëdhëniet intime, që nga lindja do të prej mësakut deri në perëndim të diellit që është iftari koha e akşamit. Por jo vetëm kaq, por i mësoj të heqim dorë edhe nga të folurit, gibet, të bajturit fjalë, rrana dhe shumë vepra tjera të cilat janë ndaluar. Pra atë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu paqja dhe mëshira Allah që mbitë, thotë se nuk ka nevojë Allahu azza wa jalla për heqjen dorë nga ushqimi dhe pija juaj nëse ju nuk heqni dorë nga gibeti dhe punë të këqija. Domethënë kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë domethënë të agjerosh në Islam do të thotë të largohem nga ushqimi, pija dhe nga marrëdhëniet intime, që është bazë, në njëjtën kohë edhe nga të gjitha haramet dhe të gjitha gjërat të cilat janë të urrëtura në Islam. Allahu. Çka përfiton muslimani nga agjerimi? Muslimani përfiton shumë gjëra. E para, fiton devotshmërinë që Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga ne. E dyta, e fiton në shpirtin e tij një gjë e cila quhet sabër, e bën njeriu epshin e tij që të durojë dhe të heqë dorë nga ajo që epshi apo nefsi dëshiron që njeriu ta bëjë të mbarë nga dëshirat e tij. Mandej cungimi i këtyre gjërave dhe njeriu ta bën njeriu të ditur se për çka është duke vepruar, përfiton se Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu ka thonë: "Wala nabluwannakum", do t'ju sprovojmë juve. E ibtilaja e Zotit xhallahu ala është që neve na ka sprovuar Allahu që të heqim dorë nga ushqimi dhe pija. Nuk është lehtë që njeriu të heqë dorë 12 apo 13 apo deri në 15 orë nga ushqimi dhe pija për ta qenë në vend të Allahut subhanahu wa taala. Aja që ka përfitojmë nga këtë dunjë ka shumë gjëra dhe në ahiret është gjë që Zoti xhallahu ala ka thonë në hadithin kutsi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Asomuni wa ana azibi", agjerimi është për mua dhe unë për të shpërblej. Sepse besimtari i cili agjeron e ka besuar Allah. Besimtari i cili agjeron e ka treguar se ka Zot. Besimtari i cili agjeron ka treguar se Allahu është duke kontrolluar dhe duke korrigjuar, sepse ka mundësia e vet tinza, sheftazi, me hamër e me pi, pa e ditë askush për njerëzimit. Po ky njeri i cili po duron edhe pi ushtojnë zorët e tina dhe ju ka nështruar Allahu xhallahu ala, jemi kuptuar se Allahu është ai i cili e korrigjon dhe e din gjendjen e tij. A di çka do të thonë me ditë me ekzistu Allahu? A di çka do të thonë me besu që Allahu është pranë tij dhe shiqon? Do të thonë është shkolla më e lartë e devotshmërisë të Allahu xhallahu ala. Për atë ka thonë Aliu radhiyallahu anhu kur ka folur për devotshmërinë, ka thonë at-taqwa khashyatun min jalil. Devotshmëria është me jeftu të Zotit. Wa amalu bit-tanzil, me punu me Kur'an. Wa ridha'u bi qalil, me kuni kënaqsh me çfarë që ka Zoti. Wa istidadun li yawm ar-rahil, dhe më përgatit me dalë për Allah azza wa jall atë ditë kur do dalë me Ramazani. Pra Ramazani neve na ngrit shkallën e devotshmërisë, shkallën e mirësisë, shkallën e njerëzisë që është gjë shumë e rëndësishme për njeriu në këtë. Kush obligohet që të agjerojë? I obliguar është çdo person i cili është në moshën madhore
dhe mentalisht i shëndosh pra musliman. Çdo musliman i cili është i moshës madhore, i shëndosh, nuk është udhëtar dhe është musliman. Këtu janë kushtet e agjerimit dhe është i obliguar. Më thonë, fëmijët nuk e kanë obligim, të smurit nuk e kanë obligim dhe udhëtarët nuk e kanë obligim. Të gjithë të tjerët e kanë obligim. Kushti i parë të jetë musliman, i shëndosh, të mos jetë udhëtar dhe të jetë i moshës madhore. Cilët personat të lirohen nga agjerimi? Llojet apo personat të cilët janë të lejuar nga agjerimi janë të gjithë ata personat të cilët siç më herët e cekëm të smurit edhe ata të cilët janë udhëtar. Të smurit dohen dy grupe. Smurë të cilët nuk kanë mundësi të shërohen më, la yurja shifa'u, dhe s'ka mundësi më të shërohet ajo smundje, dhe smundjet të cilat shërohen apo kalohen janë të përkohshme. Të gjithë personat të cilët janë smurë në Ramazan e hajnë Ramazanin dhe janë të liruar nga agjerimi. Po ata të cilët janë me smundje që nuk shërohet më e kompenzojnë Ramazanin jashtë Ramazanit duke kompenzojnë agjerimin tyre me fidje, me vite. Dhe ato e përsëritin apo nuk e bojnë kompenzimin me agjerim. Kurse ata të cilët janë të smurë, të përkohshëm, dhe smurë aty në pret shërim me lejnë Allah Azza wa Jall, atëherë këta persona nuk e dhon fitër, nuk e dhon dhe fidje, por e agjerojnë mas Ramazani ditë për ditë atë ditë sa i ka hëngur. Mandej, grupi i dytë është udhëtarët. Ata të cilët kanë marrë rrugë për të udhëtuar jashtë vendit të tyre, pa marrë parasysh se cili udhëtim është ai lirohet për shkak të udhëtimit të tij për ta zaventësuar jashtë Ramazanit. Po në qoftë se udhëtari ka mundësi me agjerue, atëherë nuk ka nevojë me përsërit, po më e mira është dhe më përparësi është me hëngur Ramazanin, për arsye se Allahu na ka dhënë ruhsa, na ka dhënë leje, na ka liru. Atëherë lirimin e Zotit me marrë është bakshish. E bakshishi Allahut është që udhëtarit ju ka dhënë mundësia për ta prishur dhe ne e prishur me vetdije se jemi musafir. Dhe musafir llogaritet çdo person i cili del jashtë shtëpisë së tina, ja vendit të tina dhe merr rrugë të gjatë për të shkuar në një vend të tillë. Derisa të qëndron në atë vend, e të kthehet llogaritet musafir. Por në qoftë se kam rrinë në një vend të caktuar dhe dëshiron me agjeru në vendin atje, edhe pse është i liruar, derisa të kthehet, mundet me hëngur dhe me pi, atëherë ky person ditët që i ka agjeru në atë vend, edhe pse ka qenë udhëtar, nuk i përsëri falë me lejnë Allahut Azza wa Jall janë të pranuar ta. Çka prish agjerimin? Agjerimin e prish të hëngurit dhe me pi me qëllim. Gjithashtu edhe marrëdhëniet intime. Këto janë gjërat të cilat e prishin agjerimin. A ka problema ta muslimanët të cilat agjerojnë për dietë apo se ka Agjerimi nuk guxon të bëhet asesi, as me shkumendje besimtare që unë po agjeroj, ndoshta hjek pak peshën, e bëj dietë apo 6 metra. Agjerimi bëhet vetëm për Allahun xhallahu ala. Dhe në qoftë se ke pështjellur një jetin tënë me gjeste të tilla, e ke prishur agjerimin tënë. Atëherë, agjerimi bëhet me niyet për Allahun Azza wa Jall, se Allahu ka thënë kush prezanton për ju në Ramazan le të agjeroj, dhe agjerimi bëhet, niyeti i agjerimit bëhet nga syfyri për çdo ditë apo një herë për tërë muajin, duke hequr dorë nga ushqimit dhe pijet dhe ato që i përmend pak më herët deri sa presim sapo deri në iftar. Për ata, ai niyet i cili bëhet për të agjeruar me një qëllim tjetër, ky agjerim nuk është i pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Pra agjerimi është një me një niyet. Quhet wajibul mudayyiq. Kemi dy lloj vajzimesh, dy lloj farzës. Wajib mudayyiq wa wajib muwassi'. Wajib mudayyiq është një vajib që nuk mund kryhet një niyet tjetër vetëm se një. E ajo është agjerimi. Prej imsak deri në iftar nuk mund të agjerosh edhe nafile edhe farz, po vetëm një agjerim, një lloj të agjerimit të këtij. Kurse wajib muwassi' është për shembull namazi i drekës, apo namazi i qenis, apo namazi i akşamit. Mundesh me fal mas drekës shumë recite deri në qenim. Mund me fal nafile, mund me fal namaz xhenazës, çka të dush, sepse ka xhersi. Koha e drekës fillon prej orës 12:30 apo 1 orë deri në orën 4:30 apo 5. Do të ketë kohë, prej momentit ku ka i namazi i drekës, ti ke fal drekën, por mas drekës ki mos si më fal namazet të tjera, qoftë nafile, qoftë vaxhipe, qoftë kaza, apo namaz xhenazës 6 minuta,
ky quhet vajib i gjerë, që ki farz, ki mundësi këtë kohë farzit të drekës me falë namazet tjera. Kurse Ramazani është i ngushtë, e ka një vepër, një niyet dhe një punë të caktuar prej imsakut deri në iftar, dhe nuk i mundësi me pështjell apo me zavendësu me agjerime tjera. Domethënë vetëm farzët Allahu xhelalu ala që është agjerimi. E me fut me një të dietës angjashme me të, ky është shumë i refuzuar dhe i urrejtë. A llogaritën e musliman ata që nuk i përmban këtij obligimi islam? Allah llogaritë musliman ata të cilët si përmban këtij obligimi. Musliman janë ata të cilët ne të tregojmë kush janë musliman. Musliman janë ata të cilët e shqiptojnë shahadet, e falin namazin, e agjerojnë Ramazanin, e dhajnë zeqatin dhe e kryjnë haxhin me vetë dëshirë dhe me besim të plotë dhe me kënaqësi. Të gjithë ata të cilët i urrejnë këtu nuk janë besimtarë, janë qafira. Po ata të cilët neglizhojnë këtu dhe i lënë asgjë, kanë folur ulemajnë këtë temë, sa që kanë thonë ulemajnë. Çdo njeri i cili lën me qëllim një vepër të islamit nuk e kryen, atëherë ai nuk llogaritet prej besimtarëve të sinqertë. Për arsye se Allah xhalla shanu wa xhalla xhelalu ka thonë në Kur'an, ka shumë për njerëz të cilët thonë amanna, kem besu Allah, por thot Allah thuaj o Muhammed, ju nuk keni besuar, por jeni dorëzuar. I ata nuk kanë në zemrat e tyre iman, po ju kanë nështruar rrethin e s'muj dalin nga rrethi i tyre se më thonë sen ata nuk agjerojnë kurrë, nuk falin kurrë. Që do të më thonë, mos agjerimi tregon se ai nuk e beson Allahun, mos agjerimi tregon se ai nuk i intereson për Allahun, mos agjerimi tregon se ai nuk ka ndjenjë për ahiret, sepse agjerimi, shpërbimi do ta ketë në ahiret, jo për këtë dunja, për këtë dunja din Allahu azza wa jalla, se çka je, por ne veprimet i bëjmë për botën e amshueshme e ahiretit. Pra, me fjalë tjera, unë jam shumë skeptik në këtë përgjigje, por nuk kam qara për të hakun, e ai është ai njeri i cili nuk e agjeron Ramazanin, nuk e di çka mund të thonë musliman. Ai njeri që nuk e fal namazin, nuk e di me çka thonë musliman. Pra, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El ahdu bainana wa bainahum as-salat." Vija ndarëse mes neve dhe muslimanëve është namazi. Me fjalë tjera, Abdullah ibn Omeri veç me shty namazin e që nis deri pak para prarimit kanë diskutuar se thotë kena diskutuar është musliman ky njeri i mirë apo s'është. Atëherë lera mos me fal hiç, lera mos me agjeru Ramazanin hiç. Allahu a'lam. Por lutem Allahun azza wa jall që Allahu t'u amër për agjemullë, t'u amër për papjekuri, e t'i fal Allahu sa falsimat dhe t'i udhëzon Allahu ata të cilët nuk e agjerojnë dhe gjajnë arsye të shumë të parësueshme me qëllim që me ikë Ramazanin, por Allahu është ai i cili gjykon ditën e gjykimit, ku maliki yawmiddin, është udhëzues dhe sëndues dhe mbret i ditës së gjykimit, ne të përgatitur për Allah shumë në përgjigje Allah. Kur Allah thotë pse robi im nuk agjerove, pse robi im nuk u fale, pse robi im nuk e dha zeqatin, apo pse nuk e fale haxhin, atëherë gjoj përgjigje Zotit tonë. Nëse ke gjetë përgjigje, apo mujtë me ikë saj lumeti. Të marrë shembullin e çështës së haxhit. Ai që ka obligim me kry haxhin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, farzi i haxhit është farz që më njëherë do të më kryer, jo me lonesra apo vitin e ardhshëm. Pse vitin e ardhshëm është apo sa ta kam ftjos. Si vjet ka dhënë Allahu mundsinë me shku në haxh. Vitin e ardhshëm ndoshta të në jetën mos ata ka ftjos, por ndoshta jetë kolit për të në jetën. Ndoshta të në jetën mos kemë njoft vetveten. Allahu ala çka do të tarma. Çka ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ka obligim me shku në haxh, nuk shkon me kry haxhin, nash do të des jahudi, nash krishter. Llogarit ai që i mund jetë ka mundësi me kry haxhin. E s'ka kry haxhin. Le të vdes ose jahudi ose krishter. Dash ti në vorrë jahudive dhe krishter. Kurse krishterëve, e kurse se në vorrë të muslimanëve. Ka kushtet e Islamit janë të preciza dhe nuk të kemi drejt të luajna me to, si shumë populli që kanë luajtur dhe Allah e ka marrë nga dora Islamin dhe mëshirën e tij dhe i ka lënë vërtetësi. Çfarë traditash ka muslimanët në muajin e Ramazan dhe apo ndonjë gjë të veçantë në këtë muaj? Çfarë traditash? Nuk po e kuptoj pyetja se çka ai lidhet, por muslimanët kanë traditë që kur vjen Ramazani e ndryshojnë orarin e gjuhës. E ndryshojnë orarin e ushqimit. E ndryshojnë orarin e vizitave. Që do të thonë, quhen në syfyr, i thrasin këshit për syfyr nëse e dinë se dikush nuk është quhet për para,
për shembull tradicionalisht të na nuk ka pas ora, nuk ka pas drita të mjaftueshme sikur edhe tash dhe mjete elektronike sikur janë tash, por nëse kojshia ka pas se kojshia nuk i ka dhënë lomba në shtëpi, e kalon gruan me bukur, e u shkuë ka trogit në xhamin apo delën e kojshit dhe u quhe. Tash sheh plot drita dhjetëne, momenti kur vjen iftari, i shkrimit apo më falni, kur vjen syfyri i shkrimit dhe vin flajm, se kanë jetën natën duke në për diskoteka, o shlodh mas alkoolit, mas punët pleshta dhe të kotë dhe dukuri negative, dhe momentin e syfyri kur qohen musliman, vetë që me hamër syfyri me agjeru edhe më pendua që është mu i pendimit, a i vazhdan, po më shku me thirë sot të dejrata, dhe delasha dhe po është problem, sepse nuk e dini sot me dalu besimtari besimtar. Muslimoni në Ramazan, 4 ditë të ushqimit, 4 ditë të mosafirllëkut, 4 ditë ku iftari kthehet me kohë, sofra e iftarit, syfyri kthehet me kohë, gjithherë mundohet që ta kënaqë Allahun, mandej e bë traditë që atë Ramazan gjithë muslimonët lexojnë Kur'an, por në Ramazan e shton leximin e tij, nuk lën ditë, dëshiron që vitin në Ramazan me lexu, me bëni hatme të Kur'anit, me plotësuar as sunetin e pejgamberit, që pejgamberi sa herë që ka ardhur Ramazani, i ka ardhur Xhibrili, ja ka mësuar Kur'anin, ja ka përsëritur, përveç se vitin e fundit ka ardhur 2 herë ja ka ripërsëritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'anin dhe ka bëhat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ditë me lexu Kur'anin në gjuhën arabe dhe nuk ka qenë i shkruar Kur'ani, po është ruajtur në memorizimin e tina, që Allah ja ka ruajtur gjuksin e tina dhe ka ardhur Xhibrili Amini dhe ja ka ripërsëritur Ramazan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne kemi traditë që në Ramazan të bëjnë iftarat përbashkëta, thirrën të shkojmë për iftare, që këto tradita nuk duhet t'i harrojmë asnjëherë. Bile përpara ka qenë traditë që besimtarët të cilët kanë pas kushtet më të mira, ka bën ndonjë qitje me top apo ndonjë element tjetër e kanë përdorur, vetëm po a bëjmë me dije besimtarëve që erdhe iftari, apo popullit të puna popullore që është udhëzën kanilet, që do të udhëzën minarja, sepse përpara këto tradita janë përcjellur të ne në mënyrë tradicionale, nuk kemi pas mjete të mjaftueshme, sikurse janë drita të sotshme, si janë minaret të sotshme, po i kanë thënë kanila, ato drita të cilat janë vetë minare, dhe ka qenë interesant për ta. Mirë, po çdo gjë tjetër, këto tradita nuk duhet harrohen, edhe pse është kohë moderne, edhe pse janë gjëra, ai i cili thret për iftar njerëzit, ai i cili bën iftare, shkon për iftar, thret në syfyr, çohet në syfyr, ka shpërblimin me Allahu subhanahu wa taala. A ka ndonjë gjë specifike në Ramazan? Shumë gjëra ka specifike në Ramazan. Në Ramazan thuhet të gjitha veprat e Islamit dhe detyrat e Islamit kanë ndodhur. Është bërë obligim lufta, është bërë lufta e parë, lufta e Bedrit, që ka ndodhur natën e 7 të Ramazanit. Në Ramazan kemi gjërat më të rëndësishme. Në Ramazani pra nuk është muaj vetëm me flajtë, me pushue, por Ramazani është muaj i punës. Ramazani është muaj i aktivitetit. Ramazani është muaj i bereqetit. Ramazani është muaj i vizitave. Ramazani është muaj i luftave, në të cilën luftat ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mandej pra, në Ramazan gjëra më interesante që ka ndodhur është zbritja e Kuranit, që ka ndodhur në natën e Kadrit. Mandej ka ndodhur lufta e Bedrit, që ka një rëndësi të veçantë, ku numri i muslimanëve ka qenë shumë i vogël dhe numri i armikut ka qenë shumë i madh. Fituan muslimanët dhe një herë fitoi gallënia e Islamit dhe sot krenohen muslimanët kudo që në botë prej kësaj lufte, e cila ka ndodhur në vitin e dytë, kur në të njëjtin vit është bërë obligim Ramazani dhe është bërë obligim një të kohë edhe lufta. Atëherë muslimanëve ju ka bërë obligim lufta dhe kanë luftuar duke qenë në muajin e bekuar të Ramazanit, duke ditur se si ka ndodhur këtë luftë e madhe. Pra, gjërat specifike të Ramazanit janë se në Ramazan kanë zbrit Tevrati, në Ramazan kanë zbrit Zeburi, në Ramazan kanë zbrit Injili Isa alayhis salam, në Ramazan kanë zbrit Kur'ani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kjo ka ndodhur në natën e Kadrit, por që natën e Kadrit Allah e ka veçuar prej netëve të tjera, dhe Allah e ka zbrit një sure me emrin Al-Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatul qadr khairun min alf shahr, Allah azza wa jalla. Kur'ani ka zbrit natën e Kadrit, dhe nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. 1000 muaj nëse dojnë dhe caktojnë sa vjet më po, 83 vjet e 4 muaj i kanë caktuar njerëzit që kanë marrë me matematikën. Allahu alem saksesh sa më kon, mirë po sa më jetoni një 83 vjet apo 4 vjet, një numër i tërë
i njeriu e ka vlerë nata e kadrit, që do të thonë është e veçantë, e Allah e ka bërë të veçantë këtë muaj, Allahu na bë nasib me agjërue, e me mri natën e kadrit, dhe ai që mri natën e kadrit me iman, غفر صدق pejgamberi sallallahu alaihi wasallam man qama laylatul qadr iman wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e arrin natën e kadrit me iman, do fal natë. Dhe me llogarinë Allah azza wa jall do t'i falë mëkatet atij. Mandej ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush agjeron muajin e Ramazanit dhe kush e fal namazin e natës në namazin në muajin e Ramazanit, të janë 30 hadithe të njëjta. I falin mëkatet, çka do të jenë për mëkatet e tina të kaluara Allah na falë ja Allah. A ka agjerim pas Ramazanit? A ka agjerim pas Ramazanit? Muslimanët agjerojnë dhe është sunnet me agjeru të hënëmtajnë. Mandej është sunnet me agjeru 30 ditë çdo muaj që quhen net të bardha dhe një të kohë është sunnet për sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me përcjellur Ramazanin me 6 ditë nga Shawali. Do atë kjo është çështje shumë e rëndësishme, ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që agjeron Ramazanin në ditë të plotë dhe përcjell me 6 ditë nga muaji Shawal, është sikur me agjeruar tër vitin. Lutem Allah azza wa jalla që Allah na e pranojë veprat tona, agjerimin ton, dhe të gjithë ato të cilët agjerojnë Allah e sot dhe u pranojnë, e ata të cilët se kanë agjeruar Allah i uzot e vitin tjetër të fillojnë. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون